Ibrahim Rugova. Mundet që lideri i madh shqiptar, Ibrahim Rugova, të jetë elmuar? Do t'ju tregoj një histori personale që lidhet fort me këtë ide. Ndiqeni me kujdes, sepse ka ndodhur para disa viteve, nuk e kam treguar kur, është hera e parë që po e tregoj dhe duja ta ndaj me ju, sepse ndoshta dikush nga ju ka dhe informacione të tjera. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Ishte viti 2011, fundi i vitit 2011, pra 10 orë. Dhe unë zakonisht kur vinte ndonjë familjar ose ndonjë shok ose ndonjë mik që vinte nga jashtë, dhe ata që vinë tani, por kush vjen nga jashtë, zakonisht unë i çoj në disa vende të Romës dhe njëri nga këto vende ka qenë Zodiaku, bari Zodiaku. Ka qenë sepse në vitin 2020 u mbyll për falimentim, por është një nga vendet më strategjike sepse nga Zodiaku, nga ky bari këtu, ti shikon gjithë Romën si në pëllëm të dorës. Dhe është një vend vërtet shumë i bukur. Dhe herë kur vinte dikush, si thash, shkonim edhe aty. Dhe atë muaj kishte ardhur një shoku im nga Amerika, së bashku me bashkëshorten e tij. Dhe shqiptar, dhe meqense ishte periudhë e bukur, pra periudhë e Krishtlindjeve, i thash do shkojmë sipër. Dhe ja bëra surprizë, kishte shkuar asnjëherë aty dhe shkuam te ky bari. Sa po arrit aty te ky bari, pra përpara se të mbrishte një malore e vogël, parkova makinën. Teksa parkova makinën, një zotëri që po hidhte mbeturinat dhe ishte me atë përparsen e bardhë, jo e bardhë, po tip jeshile mos gaboj, që kishte Zodiaku dhe punonte aty. Më buzëqeshi, por meqense isha me të tjerë, nuk më përshëndeti me zë, por vetëm me buzëqeshi. Dhe e përshëndeta, unë mendova që meqense shkoja shpeshherë, do ishte dikush që më njihte. U futa brenda, mirë po brenda ishte plot, ne nuk ishim prenotuar dhe po prisnim në këmbë. Erdhi ky zotëria u fut brenda, po ja u tregoj si s'ka ndodhur. Erdhi ky zotëria, zoti na dirtha, si jeni? Thashun, si kalon, si del, takuam aty, edhe mënyrën se si po fliset tash ti nga Kosova, po tha. Por i shikoj tha programet e tua, sa po kishte filluar emisioni Enigma, kishte 3 muaj që kishte filluar, dhe i tha janë emisione fantastike. Kanë ardhur tha disa miq të mi tha, nga Kosova. Do vishta që derisa lirohet një vend ta, do vishta ti përshëndes. Dakor, tash unë kërkova falje këtij çifti dhe shkova që të përshëndesja. Ishte në tavolinë, ishim përballë atë, kishim prenotuar se ndoshta nga ky, kishim prenotuar mua aty tek bashi i xhamit, ku ti shikon Romën nga brenda. Është vend fantastik. Dhe njëri nga këta është politikan. Ishte politikan, është politikan, nuk pak rëndësika, nuk mund t'i themi dot emrin. Dhe përshëndeta këtë, unë ngritaj në këmbë, rini me ne, tha të lutem, tha, i thash jo se jam me njerëz, thash, nuk rini, ju vazhdoni, thash. Ai ishte me njerëz të tjerë. Dhe unë ngrita, teksa po shkonim tek vendi ku ishin këtash miqtë e mi, pra që kishin ardhur, ky zotëria, pra ky që punonte aty, më thot, ti a e di tha që Ibrahim Rugova tha, se ndoshta të duhet për emision tha, Ibrahim Rugova tha, është helmuar? Jo, i thash unë, s'është e vërtetë thash. Po tha, gërmotha sepse ai është helmuar dhe është helmuar pikërisht këtu tha, në Rom e kanë helmuar. Unë beta pa fjalë. Po thash, do gërmoj thash dhe do kuptoj, që për të kuptuar. Gërmova, nuk diskutohet, për të kërkuar të vërtetën nuk kishte atëherë asnjë të dhënë në asnjë vend dhe unë nuk mund të aludoja dot, dolën disa të dhëna më vonë, por ishin vetëm aludime. Pra nuk ishte diçka që të mund të intervistoja dikë. Dhe ky ishte momenti që unë mendova për herë të parë që Ibrahim Rugova mundet që t'ishte helmuar. Pas disa viteve, sepse teksa vazhdoja me emisionin Enigma, doja të kërkoja fakte për këtë gjë. Dhe kur shkuam në Kosovë, që të bënim disa xhirime, u mundova që të bëja intervista me dikë, që të gjithë nuk donin që të bënin intervista. Askush. Ky zotëria që unë takova atje në Rom, pra tek bari Zodiakut, nuk donte. Absolutisht, për këtë tha, mund të më pyes tha për çdo gjë tha, por për këtë tha jo. Dhe më vonë kuptova që gjërat ishin tepër komplekse. Pra, më vonë, ndoshta ju jeni të informuar, doli që gjoja dhe disa forca politike brenda partisë e kishin helmuar sepse
kishin rivalitet. Të tjerë mendonin dhe mendojnë ende sot që e elmuan shqiptarët, disa lidera shqiptar. Dhe dikush tregon disa fakte të disa bodyguardëve që kanë publikuar publikisht, që kanë thënë që unë kam prova etj, por deri tani askush nuk e di. Por unë do t'ju tregoj, siç thash, ato që zbulova në këtë histori. Pra, faktet e vërteta. Kur Ibrahim Rugova, përpara se të vdiste, në vitin 2006, ai kishte bërë disa vizita. Dhe dikush tregon që kishte bërë disa vizita rreth 1 vit e gjysmë, ndoshta 2 vite më parë, para se të ndodhte tragjedia. Kishte bërë disa vizita dhe ai ishte shkëlqyeshëm në trup, pas kishte asnjë problem. Dhe si është e mundur, thonë të gjithë këta ekspertët, që brenda një kohe shumë të shkurtër ai pati një kancer në mëlçia, në mushkëri, në mushkëri. Nuk më vjen tani në shqip, sepse kam lexuar në italisht këtë një herë. Dhe po thoshja, si është e mundur që ju shfaq kanceri? Për çfarë arsye në një kohë shumë të shkurtër? Pra, si mund të ishte një kancer kështu fulminant? Dhe dikush mendon që ja kanë hedhur në kafe. Pra, dikush, ata që më thash sa ju tregova, tregoni që ja kanë hedhur në Rom, por nuk ishin italian, ishin të huaj që kishin bërë një kontakt pikërisht aty në Rom për të folur për diçka për politikën. Në të tjerë mendojnë që siç ju thash, ja kanë punuar në Shqipëri ose dhe direkt në Kosovë, por ja kanë hedhur gjithmonë me kafe. Tani, një tjetër fakt që është i çuditshëm është që përveç këtij, pra faktit që është në një kohë shumë të shkurtër, ai pati këtë kancerin fulminant, pra të menjëhershëm, tregohet që edhe në vitin 2001, që kishte patur një ai avioni që u aksidentua, që mendoi që duhet të ishte brenda lideri, pra Ibrahim Rugova, mendoi që ishte aksidentuar pikërisht i qëllimshëm, pra i krijuar që të mund ta zhdukte, por meqense nuk funksionoi, pra dikush thotë që meqense nuk funksionoi, sepse i thurën disa herë, siç tregohet, për ta vrarë, i thurën disa herë intriga, por ajo e avionit që është kjo më e dokumentuara, meqense nuk ndodhi, pra që të vdiste, atëherë ja punuan dhe me kafe. Dhe si e bën? Sipas gjasave, në vitin 2002, tregohet, u munduan nga të gjitha mënyrat se si do të gjenin një formë, sepse duhet të dini që Ibrahim Rugova kishte dikë pranë që e kontrollon të shpesh që mos të hante gjëra ose mos të pinte gjëra të çuditshme. Jo se i kontrollon të vetë ky njeri, por e sugjeronte shpesher kur ishte ndonjë gjë e dyshimt, e sugjeronte. Dhe mendohet që duhet ishte një njeri shumë, pra ai që doja punonte, shumë i afërt. Tani se kush ishte ky i afërt pak rëndësi ka. E rëndësishme është që të gjitha këto dy fakte tregohet që vërtetojnë që me të vërtet ati ja punuan dhe kështu që pas disa viteve gjetën momentin dhe ja hodhën. Dhe si përfundim e hoqën qafe. Tani, pse e hoqën qafe? Një e para njerë që dikush hedh alkool ose benzinë në zjarr, duke thënë që e bën bolshevikët, pra e bën këta ish jugoslavët, serbët. Nuk mundeshin që ta bërin ata. Për një arsye, mendoj unë, sepse atyre pak u interesonte, tashmë e njihnin shumë mirë që çdo gjë mori fund. Dhe nuk ishte ky problemi. Për mendimin tim, ja punuan dikush që donte ta hiqte qafe sepse kishte një pushtet të fortë të fjalës. Ibrahim Rugova, kudo që shkonte, ishte si Che Guevara. E në fakt në Itali e vlerësojnë si Che Guevarën. Madje edhe në botë ka qenë një nga liderat më gjigant, më serioz të gjitha kohrave jo vetëm në trojet shqiptare, por në të gjithë Ballkanin. Dhe ai mund që të merrte për pjesëtime të mëdha deri në përmasa sa mund të bëhej një lider edhe evropian, jo vetëm ballkanik, por edhe evropian. E di që për dikë këto duken fantazi, por ky ishte parashikimi i disa ekspertëve të asaj kohe. Dhe ndoshta ky ishte shkaku kryesor, sepse ai ai sot, nëse ishte gjallë, do të ishte një nga liderat më të mëdhenj dhe nuk mund ta linin.
Pra ky ishte shkaku. Megjithatë, kush ka të tjera informacione, do t'i lutesh aq ti lë këtu. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.